Fest e jashtëzakonshme në Zenic, ku mijëra tifoz dolën në rrugë për të festuar kualifikimin historik të Bosnjës dhe Hercegovinës në Kupën e Botës. Kombëtarja bosnjake siguroi biletën për në turneun më të madh të futbollit, pasi mposhti Italinë 4-1 me penalltin në finalen e play-offit. Pas përfundimit të ndeshjes, 10 tifoz festuan fillimisht në stadium, ndërsa më pas qindra të tjerë pushtuan rrugët e qytetit. Flamujt e Bosnjës valviteshin kudo, ndërsa fishekzjarët dhe flakadanët ndriçonin atmosferën festive. Makina që qarkullonin nëpër qytet binin borive pa pushim, ndërsa tifozët dilin nga dritaret duke valvitur flamujt kombëtar. Në çdo cep dëgjoheshin brohoritje, bilbila dhe vuvuzela, në një atmosferë që tregonte emocionin e jashtëzakonshëm të këtij suksesi. Vetë tifozët shprehen emocionet e tyre, duke theksuar se kjo ishte një arritje e shumë pritur. Ata vlerësuan lojtarët për përkushtimin në fushë dhe e cilësuan këtë moment si një ëndër të bërë realitet pas shumë vitesh pritjeje. Ndeshja ishte dramatike, me kohën e rregullt dhe shtesat që përfunduan në barazim 1-1, përpara se gjithçka të vendosej nga pika e bardhë. Bosnja tregoi saktësi dhe qetësi në penallti, duke siguruar kualifikimin për herë të dytë në histori në Kupën e Botës. Ky sukses vjen pasi bosnjakët kishin eliminuar më parë Walesin, gjithashtu me penallti, duke treguar forcë dhe karakter në momentet vendimtare. Në anën tjetër, Italia pëson një tjetër zhgënjim të madh, duke mbetur jashtë botrorit për herë të tretë radhasi. Ndërkohë, Bosnja do të jetë pjesë e grupit B, së bashku me Kanadan, Katarin dhe Zvicrën, në një rikthim të shumë pritur në skenën më të madhe të futbollit botror.